E pra, diçka, kjo, më fal, të qëndrojmë pak këtu se më është e paqartë. Do me thënë, ata vinë të dërguar nga Mussolini në kuadrin e një programi për të populluar Shqipërinë me italian. Po. Në rregull, deri këtu. Ajo si kaloi nga fashiste në antifashiste, se jo, ata ishin të brumosur me ide më të kundra, do me thënë, fashizmit, dhe ishin një familje, do me thënë, që gjyshi komunist deri në fund ka qenë gjyshi. Kurse Halla, duke parë që hynin e dilnin partizan në familjen e tyre, u brumosë dhe ajo me ato ide. Cili partizan? Partizan shqiptar dhe partizan italian ka donin aty. Qeta i Dajtit. Qeta i Dajtit dhe batalioni Antonio Gramsci. Atje shkonin. Po. Dhe Halla... Se shkonin aty? Po se edhe kishin ushqimin. Kishte ushqim? Po, sepse ata ishin fermerë praktikisht. Gjyqja ime kishte punuar tokën, prodhonte tagliatella dhe gjëra, rishnin dera dhe vinin e ushqeshin kush kalonte aty të gjithë. Halla, në atë periudhë, mbas çlirimit të Tiranës. Madalena, ku është si vend tani? Është në Kamës, në Mëzez. Në Mëzez? Pa vajtur në... Jo, kjo është kur kalon për në Kamës, para se të kalosh shinat e trenit, në kratë të majt është një shtëpi dhe bachet janë në kranë e majt. Atje ka qenë vendi ku ata, nuk është toka juaj, domethënë jo, e kishin marrë me qira. Ata e kishin marrë me qira. E kuptoj, po gjithsesi ai ishte vendi ku partizanët italianë dhe shqiptar hanin tagliatelle. Kanë gjetur strehim aty, po. Dhe babai në atë kohë, domethënë ishte si punon me njësiret gorile që i aktivizuar, që qonin në roba e ushqime partizanve nëpërmjet njerëzve të tjerë dhe i qonin në qetën e Dajtit lartë. Kurse Halla nuk e mbante vendi dhe mbas çlirimit të Tiranës doli vetë vullnetare për të dalë partizane. Kështu që nuk e ka shtyr asnjëri, e ka shtyr dëshira e saj për të çliruar vendin. Do të thënë, në çfarë viti del partizane Anunciata Fiore? Mbas çlirimit të Tiranës, sa u çlirua Tirana, ajo u bashkua me partizanët e brigadës parë dhe u nisën nga Veriu. Shkoi në Veri? Po në Veri, dhe bile është plagosur në të Lumicenit, duke shkuar për malësi të madhe, ajo është plagosur dhe është plagosur midis Buzës edhe Undës. Dhe nuk u tërhoq. Do me thënë ajo është plagosur të Lumicenit, në Kelmen. Po, aty. Se ranë në prit me ata reakcionarët e vendit dhe u bë një luftë shumë e madhe, pati shumë humbje aty. Me kë reakcionarët? Gjermanët? Me Gjermanët? U plagos me Gjermanët? Me Gjermanët. Aty, po se luftuan kundra Gjermanëve. Kështu që aty do ajo luftoi. Kjo vajza 13 vjeçë ishte në luftë. Po ishte në luftë edhe aty shpërtheu mina dhe ajo mori plagosjen e saj në midis Undës edhe Buzës, edhe kishte edhe si shenjë. Midis të tjerëve që u aktivizuan aty që dhe buri Hallës tjetër, domethënë ishin ushtar që të tërë u lidhen me luftën. Çfarë ndodhi mbas luftës? Sepse kjo është shumë e çuditshme, domethënë ju po flisni për një familje italiane, e cila mbas luftës iku? Po, atëre. Mbas luftës, babai Generoso Fiore u mor me riatëdhësimin e të gjithë italianëve që do ktheheshin në vend në atë dhe. U mor babai juaj. Atëre ju i dini shifrat, përderisa babai u mor, ju i dini shifrat. Sa italian u riatëdhësuan mbas lufte? Ato shifrat ishin shumë dhe ai kishte gjithë dokumentat që i dorëzoi pastaj dhe me numër të 54 i dorëzoi. 54 i dorëzoi. Ka punuar deri në 54. Kam parë me sytë e mia atje që ishin listat e gjithë atyre të riatëdhësuarve. I shikoni në shtëpi listat e të riatëdhësuarve. Nuk është interesante. Jo, si për kuriozitet. Të vegjël. Po si gjenit ju ata? Vinin ju kërkonin? Jo, ne. Ne kemi parë vetëm listat në 5. Jo, e kuptoj, si gjendeshin italianët që do riatëdhësoheshin? Si gjendeshin? Ata ishin të shpërndarë në Shqipëri. Për shembull, po. Mund të vazhdoj apo? Po. Atëre, unë për shembull as kisha lindur në atë kohë kur bëhej kjo riatëdhësimi atyre, më bon, pastaj pam dokumentat, po nuk është se kemi lezuar gjë. E kuptoj. Ja, një moment atëherë të pyes Mauricio. Signor Maurizio,
Stiamo parlando del fatto... Zoti Maurizio, po flasim për faktin që italianët që mbetën në Shqipëri nuk u riadhësuan, por qëndruan në Shqipëri për pak kohë. Apo jo? Çfarë ndodhi? Si u bë kjo gjë? Tu është një shembull pothuajse global i asaj që ndodhi në Shqipëri. Partizanët që morën pjesë në luftë për liri, kur lufta mbaroi në 29 nëntor të vitit 1944, pas çlirimit të Tiranës, partizanët e divizionit të Gramshit, sepse batalioni erdhi në një pikë që filloi të zjerohet nga 5 në më shumë brigada. U bë brigada e parë, më pas divizioni. Kur mbaroi lufta, këta partizan kishin një pikë referimi në Tiranë, që është grupi Garibaldi. Në Tiranë u krijua ky grup i cili është interesuar për kthimin në Itali. Dire meglio, forse la voce un po' più alta. Grazie. La voce un po' più alta. Sì, ora sì. Ishte krijuar tashmë qeveria shqiptare dhe përfaqësuesi i saj ishte Enver Hoxha. Ata vendosën sipas me në një mbledhje të përbashkët me partizanë të tjerë të ofrojnë mundësinë për partizanët italianë të kthehen në Itali. Por e jashtëzakonshme në këtë histori është që partizanët shqiptarë dhe komandantet e tyre vendosën të kthejnë italianët në shtëpitë e tyre me armët e tyre. Questi partigiani hanno un punto di riferimento a Tirana. Con le armi. Me armë? Con le armi, sì. Po, me armën e tyre që ua kishin marrë në fushë betej, një pistolet, pushka apo bombë. Udhëheqësit shqiptar vendosin që këto armë, partizanët italianë t'i marrin në Itali, për të vazhduar luftën për Republikën, që ra gjatë regjimit fashist. Kështu ata hyn në Itali me dinjitet, arrin në vendin e tyre përmes portit të Tarantos, por atje gjëra ndryshuan, sepse ushtarët që u kthyen nga Shqipëria u çarmatosën dhe u dërguan secili në shtëpinë e vet. Duhet thënë që në Salento, në provincat e Lecces, Brindisi, Tarantos dhe Puljas ka një numër shumë të madh të pasazëve të tyre. Gati 20.000 partizan italian që ishin në Shqipëri. Vetëm në provincën e Lecces janë 100, madje më shumë se 100, sepse duke shkretosur dosjet ushtarake, gjejmë gjithmonë më shumë partizan. Gjithsesi, nga këto partizan unë kam takuar rreth 40 prej tyre. Soldati partigiani italiani in Albania. Cosa dicevano? Çfarë kanë thënë ata, zoti Maurizio? Çfarë kanë treguar ata? Është një histori e mrekullueshme, apo jo? Proprio uno qua vicino a Lecce, in un comune. Dikush tu afër Lecces në një komunë, Vito De Lorenzi, që ishte le të themi nën komandanti i batalionit të Gramshit. Guroj të flisë sepse duhet ta dini që e gjithë rezistenca italiane pas vitit 1947 në një farë kuptimi u çarmatos, u përzu nga forcat e armatosura, u përzu nga karabinierët sepse për të zbatuar planin Marshall, amerikanët kërkuan që qeveria italiane, qeveria e De Gasperit, të ndiqte si socialistë ashtu dhe komunistë. Pasi u përjashtua nga këto funksione, është e qartë se rezistenca italiane u la gjithnjëherë më shumë njanë. Gjatë bisedës me partizanin Vito De Lorenzi, ai më tregoi se sapo kompania e tij filloi të shkrihet në Shqipëri, ai e ndjeu veten le të themi të humbur dhe shkoi në shtëpinë në fshat, ku familja shqiptare i hapi dyert, i dha për të ngrënë, derisa bashkë me shokët e tjerë takohet me brigadën e vogël dhe hyri në batalionin e Gramshit. Ai thotë se luftoi deri në nëntor të vitit 1944. Ishte një partizan luftarak që luftoi në Berat, në Tomor dhe arriti të marrë shurmar. Më e bukur se është në mësim që mori nga Tersilo Kardinali, komandanti i parë i batalionit Gramshit. Ishte se nuk duhet të harronte kur vllazërinë me popullin shqiptar. Sa herë që i thoshe ai të kthehemi në Shqipëri, unë i kisha çuar babain tim në Shqipëri në Vlorë, në Kuzbaba. Ai edhe pse nuk kishte i sëmur, më thoshte se ajo nuk kthehem në Shqipëri. Dua ta mbaj mend vetëm kujtimet. Kujtoj të më thoshte që ne gjithmonë kemi qenë miq me popullin shqiptar dhe jemi miq. Ata partizanë e kanë në zemër Shqipërinë. Mbi të gjitha për atë gjest që Enver Hoxha kishte bërë duke i kthyer armët. La piccola brigata, il piccolo però mai i tempi sono sigurisht, kur kohët nuk janë të bukura, njerë ndodh një gjë, njerë ndodh një gjë tjetër, por i duhet thënë faleminderit të gjithë atyre shqiptarëve që hapën dyrët të shtëpive të tyre, duke menduar që në atë kohë Gjermani vinte dhe të vriste. Mund t'i vriste të gjithë shqiptarët dhe italianët që ata i mbajta në shtëpi. Është një gjë e mrekullueshme se çfarë bën fshatarët shqiptarë, në fakt edhe qytetarët shqiptarë, të gjithë shqiptarët bashkë. Che tu avevi in casa è una cosa da fantastica, meravigliosa quello che hanno fatto i contadini albanesi o i cittadini albanesi, meglio dire, perché sono tutti, è una cosa fantastica. Quando mi parlavano mi dicevano Kur më treguan që partizanët kanë qëndruar në shtëpinë e fshatit, mendova se kjo është një mrekulli në historinë e rezistencës evropiane, kjo sjellje e shqiptarëve.